LSDM së bashku me qytetarët e Maqedonisë kërkon që Ivanovi ta tërheqë vendimin e turpshëm për abolim dhe të ofrojë dorëheqje. Vendimi i presidenti Gjorgji Ivanov për abolimin e funksionarëve të pushtetit është absurd, pasi për ta janë hapur hetime për krim, dhe një gjë e tillë ka shkaktuar një revoltë të madh tek qytetarët, e cila më pastaj ka rezultuar edhe me paraburgime, derisa nga ana tjetër kriminal që kanë keq përdorur sasi të mëdha të parave dhe votave të qytetarëve shëtiten të lirë dhe abolohen, thuhet në komunikatën e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Nga LSDM thonë se zgjidhja e krizës politike në Maqedoni janë zgjedhje të rregullta, në të cilat do të zgjidhet qeveri kredibile. Sipas Partisë së Zaevit, në Maqedoni mundet dhe duhet të ketë vetëm zgjedhje të drejta dhe të rregullta, me listë të pastruar zgjedhore dhe reforma në media. Në ndërkohë, nga Bashkimi Demokratik për Integrim tentojnë të luajnë rolin e shpëtimtarit për daljen nga kriza politike, po vazhdon ta mbajë peng tër procesin. Integristët duket se akoma nuk kanë vendosur për pjesëmarrje në zgjedhjet e 5 qershorit. Pavarësisht se Ahmeti kishte këmbën ngul për atë datë si e vetmja mundësi për daljen nga kriza politike, zëdhënësi PDI-s Osmani sot nuk përmendi 5 qershorin, por vetëm nevojën për zgjedhje si daljen nga kriza. Komisioni Shtetëror Zgjedhor mendon se ka kushte dhe ne mendojmë se ka kushte, mirë po vendimi i Ivanovit ka ndryshuar situatën në aspekt të dyshimit që ka krijuar komunitetin ndërkombëtar për kredibilitetin e zgjedhjeve. Ne jemi për respektimin e marrëveshjes së Shkupit për zgjedhje inkluzive ku do të marrin pjesë të gjitha partitë politike, po bashkëpunojmë me të gjitha partitë për të gjetur një zgjidhje të tillë dhe nëse dështojmë, atëherë do të shtrihemi në bazë dhe vendimin do e merr baza e Bashkimit Demokratik për Integrim për rishqyrtimin e politikave tona, tha Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim. Osmani thosë se qëllimi parësor i tentativës për bisedime mes partive është të nxirret vendin nga kriza.